Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë sot përmes një kumtese kërkoi zgjidhje të shpejtë të krizës politike dhe formim të qeverisë së re, siç thekson sipas shumicës së dëshirës së qytetarëve, dhe e cila do të garantojë stabilitetin, sigurinë dhe ardhmërinë e mirë të qytetarëve dhe të shtetit. Nëse VMRO-DPMNE dëshiron Maqedoni të bashkuar dhe sovrane dhe kujdeset për nevojat e qytetarëve, duhet menjëherë në mënyrë të hapur ta mbështesë programin e qeverisë së re reformuese, të pranojë se është opozitë dhe të mundsojë transfer të gjithë të pushtetit, thuhet në kumtesën e LSDM-s. Sipas LSDM-s, mungesa e presidentit dhe kryeministrit nga shteti është jo serioze. Në kushte kur nuk ka qeveri të re, kuvendi nuk ka kryetar. Kjo është mjaft e rrezikshme dhe kërkon zgjidhje shumë të shpejtë të krizës politike. Institucionet duhet menjëherë të formohen dhe shtetet duhet të funksionojnë sipas shumicës së dëshirës së qytetarëve, thekson LSDM-ja në kumtesë. Ndërkaq VMRO-DPMNE sot përmes një njoftimi edhe njëherë rekomandoi se mbetet në ofertën e saj, nëse Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë heq dorë nga platforma e Tiranës dhe realizimi të elementeve të përmbajtura në të, do t'i japë përkrahje Zoran Zaevi që të formojë qeveri. Sipas VMRO-DPMNE-s, zgjedhjet e parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale janë zgjidhje për krizën, sepse siç citohet, qytetarët atëherë do të mundet qartë të vendosin nëse do ta përkrahin platformën e Tiranës dhe elementet që përmban ajo. Ndërkohë, presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, ka marrë vendim për anulim të vizitës në Australi, thon nga kabineti i tij. Nga atje theksojnë se gjendja politike në vend dhe tensionet mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për ndërprerje të marrëveshjes për migrantët janë shkaqet për të cilat presidenti Ivanov nuk do ta realizojë udhëtimin në Australi.